ka bërë që xhamit tona me fillimin e muajit të Ramazanit i kemi mirë, po dikur pra nisim e mërzitemi prej kujt xhamat prej këtij muaji të Ramazanit dhe dal ngadal pastaj ka mesi ka fundi përsëri kthehemi asaj. Pra le të jetë një përgatitje e jon që nga fillimi e deri në natën e fundit të muajit të Ramazanit. Nëse fillimi është i suksesshëm dhe i organizuar, atëherë edhe fundi duhet. Pse e përmendim këtë? Sepse një fillim i suksesshëm edhe mbarimi do të jetë muaj i tillë. Ka thënë pejgamberi jon alayhis salam, veprat janë sikur një enë. Kështu ka thënë pejgamberi i Allahut, veprat janë sikur një enë, nëse ushqimi në fund zihet si duhet, atëherë edhe pjesa e epërme zihet. Nëse dhe ndryshe, pra nëse është gjegur pjesa e poshtme, edhe pjesa e sipërme prishet. Prandaj duhet mundohemi xhamat fillimin ta kemi mbar, po inshallah edhe mbarimin edhe ashtu mirë e më mirë. Pastaj xhamat, kjo përgatitja e jon me muajin e Ramazanit, normal se zemra jon i ngjan një motori të një makine e cila me gjitha mundësit, me gjitha vështirësitë që ka kalu zemra jon për një vit të radhazi, ka nevojë për një refresh, ka nevojë për një riparim, dhe në këtë mënyrë pra ne duhet ta bëjmë këtë përgatitje qish para se me fillu muaji i Ramazanit. Ka thonë me një hadith pejgamberi i Allahut Muhamedi alayhis salam, kur besimtari bën një mëkat, në zemrën e tij bëhet një njollë. E nëse shtohen mëkatet, ka thonë kur besimtari bën një mëkat, në zemrën e tij bëhet një njollë e zezë, nëse pendohet, largohet prej tij dhe kërkon falje, e nëse do thot zemra i pastrohet atij. Ndryshe, nëse i shtohen mëkatet, atëherë pra ajo njolla e zezë zgjerohet dhe përfshin pra tërë zemrën. Atëherë vjen pyetja xhamat, çka humbi nëse nuk agjeroj? Kështu thjesht një pyetje, edhe pse në zemrat tona dhe mendimin ton nuk është më ai mendim, unë nuk po agjeroj. Përkundrazi xhamat, kemi mendimin pozitiv se ne e kemi bërë një jetë me një numër. Prandaj, nëse vendosi runa Zot, nëse të shkon mendja, çka ndodh nëse nuk agjeroj? Përgjigjja xhamat, ti humb. Sepse Allah nuk ka nevojë për agjerimin ton e për namazin xhumas son, edhe për çdo vepër të mirë. Ne kemi nevojë për vepra të mira tek Zoti, kështu duhet kuptohet. Kur e përmendim ti humb nëse nuk agjeron, ki humb shansin më të volitshëm të faljes së mëkateve, që ndoshta vitin e ardhshëm nuk e ke atë mundësi, ose vdekja, ose sëmundja, ose një arsye tjetër ku më nuk e ke atë mundësi për me agjeru. Ka thonë me një hadith pejgamberi i Allahut, i poshtruar qoftë ai që vjen në Ramazani dhe del pa ju falur mëkatet. Kështu ka thonë pejgamberi i Allahut, i poshtruar qoftë ai që vjen në Ramazani dhe del pa ju falur mëkatet. Radhitesh në mesin e mëkatarëve të mëdhenj. Kushdo që ka vendos mos me agjeru, radhitet me njerëzit me mëkate të mëdhaja. Ibn Abbas ka thonë kështu: kush e prish një ditë pa arsye, nuk do të mund ta kompenzoj edhe po ta agjeroj pastaj tër vitin. Kush e prish një ditë pa arsye, po të mundohet me agjeru pastaj tan vitin, nuk ka mundësi me kompenzu atë ditë të Ramazanit. Atëherë xhamat, si e pritnin të qerët të Ramazanit? Kuptohet, ajo shembulltira jon është Muhamedi alayhis salam. Pastaj shokët e tij, pra gjenerata e parë, e pritnin me gëzim, edhe mos agjerimi asçja është kontestu, asçja është bisedu, a agjerojna apo jo. Besoj se edhe ne kemi po këtë mendim pozitiv, dhe këtë pritje të cilën ma jemi duke bë gradualisht, asçe kemi bë muhabet, aninojnë apo jo. Për mendo xhamat, çfarë do të dëshironin ata të cilët më nuk janë mesin ton? Kur dëgjon se filani kish vdek gjem,
kur e kujton për shembull, mbas para 2 viteve filani ka ndru jetë. Kur e kujton filanin se vitin e kaluar në Ramazan ka agjëru, ndërkaq këtë vit është i shtrirë në spital. Ndonjëherë pra njeri duhet të analizon, mediton edhe çfarë do të ndodh nëse vitin e ardhshëm nuk ka mundësi unë me agjëru. Këtë rast xhamot, e besoj se besimtari duhet mendon mirë çfarë do të dëshironin ata më të cilët nuk janë mesin tonë. Ka ndru pra jetë. Thotë Allahu në Kur'anin e Kerim, o Zoti in, nxirrna e të bëjmë vepra të mira e jo si ato që i bënim më herët. Kështu ka përthon pra njeriu i cili më ka ndru jetë dhe nuk është mesin tonë. Ndërkaq na jemi xhamot, jemi gjallë, elhamdulillah, edhe kemi shëndetin, edhe kemi gjitha mundësit, prandaj let mendojna për mirë, let mendojna mirë çfarë do të dëshironin ata më të cilët nuk janë mesin tonë. Përgatitja jonë konkrete ka një rregull ku thuhet se zhveshja nga mëkatet para se t'i qasemi veprave të mira. Që i bie xhamot largim para afrimit, largim nga mëkatet para afrimit pra veprave të mira. Dhe kjo rregull, zhveshja nga mëkatet para se t'i qasemi veprave të mira. Korrigjojmë unë edhe ti vetën xhamot nga Ramazani i kaluar, kur ne jemi privu nga të mirat e mëdhaja që i ka ky muaj. Jemi privu dhe nuk kemi qenë shumë përgatitur, për shembull në faljen e namazit të Taravis. Nuk kemi qenë muajin e Ramazanit sa duhen me leximin e Kuranit. Nuk kemi kanë xhamat për shembull në ndimesën që duhet me ia dhënë të varfurit, një iftar me shtru dikon e me thirr dika. Pra me fjalë qera, me bën një analizë prej vitit kaluar me Ramazanin dhe me Ramazanin tash që po vjen. Çfarë m'ka ik nga viti i kaluar dhe unë tash duhet pra ta kompenzoj inshallah po këtë muaj. Prandaj le të jemi shumë kujdesshëm në këtë rast që mos të kalojmë kohën në kohë të xhamat para ekranave televizive. Tani me këto ekrane televizive nuk i kemi me vete, edhe me na kalu pra kohë e gjatë duke nejtë në për rrjete sociale. U besoj se edhe ati përfitojmë, edhe ati diçka lexojmë, mos ta bim krejt ze këto rrjete sociale. Mirë po, nuk është njëjtë xhamat me marr Kur'anin, me marr me lexu, e me bën istighfar, edhe me përcjell doni lajm. Kjo në rregull diçka. Mirë po, jo me na kalu kohën gjithë pra me orë të tëra, edhe me harru një ibadet që e kërkon pra Zotin. Pastaj shoqëria me të cilën natën e kalonin në përkape. Pra dallimi nga viti i kaluar me vitin e ardhshëm xhamat. Është e vërtetë se njeriu ka nevojë për relaks, është e vërtetë se njeriu ka nevojë për pushim ndonjëherë. Mirë po kjo nuk i bie xhamat deri në kohë sifirit me net në përkafe, me shku me hangër sifir edhe pastaj me ra me flet, edhe kasati ditë 3 më uçu, edhe kur ta shif çashto në po dumin i nu. Jo xhamat, kjo nuk është ai agjërimi që kërkon pra kjo fe jonë. Fjalori banal i cili e zhvleftëson agjërimin tonë xhamat. Krahasim me vitin e kaluar, mu mundu, mu largu nga fjalori banal që e zhvleftëson. Nuk ta them se ta prishë Ramazanin, po e ban Ramazanin, kështu po them, kështu si me plagë, e ban si me dregza të agjërimin tanë. Edhe këto një krahasim nga viti kaluar me vitin e ardhshëm inshallah. Atëherë xhamat, si të jetohet më së miri apo si të përjetojmë më së miri këtë musafir? Besimtarët jetojnë për ditët e Ramazanit me gëzimin më të madh dhe përjetimin i cili nuk mund të përshkruhet me fjalë. Janë dosende xhamat që vetëm shpirti e përjeton. Kjo nuk përjetohet me fjalë. Sa do të jesh i aftë, edhe me retorikën tënde, edhe me lapsin tënd, përsëri xhamat, ata që e përjeton pra shpirti nuk mund të shprehet edhe me fjalë. Ka thonë me një hadith pejgamberi Allahut,
Muhamedi a.s. kur të filloi pra nata e parë e muajit Ramazan, një thirrës të rreth, as për qëllim pra një melaçe nga qielli, do thotë kështu: o ti që punon punë të mira, shtoj ato. O ti që punon punë të mira, shtoj ato, dhe o ti që punon punë të këqija, ndalohu prej tyre. Ndalohu pra sa të kishe mundësi me ndalu veten tënde nga punë të këqija. Ti që ke bën punë të mira, me i shtu edhe më shumë punët e mira. Prandaj xhamat, me që bëhet fjalë për muajin e Ramazanit, ku Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë ayyaman ma'dudat, ka thonë janë ditë të përcaktuara. Si vetë kemi 29 ditë. Kur e përmendim janë ditë të përcaktuara, edhe xheli jon xhamat është një ditë e kufizuar, ku Allahu neve do të na marrë shpirtin. Gjithçka ka në këtë dunjë që do të marrë fund. Prandaj Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë e për shpërblim të tillë le të garojnë ata që lakmojnë pra të mirë. Ajet kuranor ka thonë e për shpërblim të tillë le të garojnë ata që lakmojnë pra të mirën. Unë besoj se ne gjithë pra e lakmojmë të mirën që ka përgatit Allahu për neve gjatë muajit të Ramazan. Edhe lutja xhamat, duke lut për Allahun e Madhëshëm që neve të na mundsoj për ta presim këtë muaj me rahati e me shëndet. Edhe ta presim me antarët e familjeve tona, me miq e me dashamir. E të themi xhamat elhamdulillah që po e presim edhe këtë muaj të Ramazanit. Dhe këto kur i këshirë disa të më shumë, edhe kur i shes sa Ramazan e kanë agjëru, asa shpërthon elhamdulillah që Zoti mu edhe ti edhe qetrit ne ka mundësu këtë. Kjo doa dhe kjo falëndërim ndaj Zotit duhet bëhet me zemër e me shpirt, e me thonë edhe me goj, edhe me të shku zori lartë, me thonë elhamdulillah, o Zot neve po na mundëson pra me ninu edhe këtë muaj të Ramazanit. Transmetohet nga Enes ibn Malik që ka thonë: kur vinë të muaj i Rexhep, Muhamedi a.s. bën të lutjen: o Allah, na jep bereqet në muajin e Rexhep dhe Shaban dhe na mundëso ta presim Ramazan. Këtë doa ka bon pejgamberi a.s. Do shta na nuk kemi në gjendje gjithë me thonë po këtë doa, po besoj se në fjalët e tona, fjalorin tonë të përditshëm, çfarë po themi, shëqirë Zotit na mundsoj për me prit edhe këtë muajin e Ramazan. Që kjo është pra ajo doja që buron nga zemra e besimtarit. Ajo ndjenja e lumturisë xhamat dhe gëzimit për shkak të ardhjes së muajit Ramazan. Transmetohet që Muhamedi a.s. e ka pasur traditë që t'i përgëzoi sahabët duke i paralajmëruar ardhjen e tij me fjalë. Ka qenë nga tradita e tij që i ka paralajmëruar xhamat shokët e vet për ardhjen e muajit Ramazan. Çfarë ju ka thënë atyre që vlen edhe për mua, edhe për ty? Ju erdhi muaji Ramazan, muaji i bereqetit, muaji që Allahu na obligoi agjërimin. Në të hapen dyert e xhenetit, ndërsa mbillen dyert e xhehenemit. Çfarë ka kuptimin xhamat? Hapen dyert e xhenetit, hapen sepse ti edhe unë edhe qetrimi duke bo mirë, mbillen dyert e xhehenemit në të kuptimin sa ma larg veprave të këqija, e mëkateve, e gabimeve, lëshimeve, faktikisht i bie që mbillen dyert e xhehenemit. Kështu është kjo xhamat, kështu ndryshe nuk mund kuptohet. Njeri vëren me ditën e parë deri me natën e fundit, që tamam përkushtohesh duke bë punë të mira, në këtë mënyrë i ke hap për ti vetës tënde dyert e xhenetit, edhe që i bie pra e kundërta mbyllën dyert e xhehenemit. Pritja jonë xhamat me vendoshmëri të fortë dhe largimi nga gjitha llojet e mëkateve me një pendim të sinqert dhe me vendoshmëri që nuk do të kthehesh më tek ato mëkate. Thotë Allahu në Kur'anin e Kerim: o ju që keni besuar, pendoheni tek Allahu me pendim të sinqert.
po pritja me gjefin më të madh. Po ajo pritja jonë psiqike xhamat. Çka kjo përgatitja jonë psiqike? Se ti e din se një nga shartet është pra edhe agjerimi. Edhe kur e kupton se e kemi obligim, edhe një nga kushtet e fesë sot, atëherë ti ki një përgatitje më të fortë psiqike, se nuk kanë diçka diskutabile, ka mendimet ndryshme, a agjerojmë apo nuk agjerojmë, shka është mustahab, jo absolut, pra unë edhe ti kur e kupton se e ki obligim, atëherë mo ti t'jep edhe më tepër vullnet, edhe përgatitje shpirtërore, po edhe anë fizike. Shpërblimi për ata që shton iftar agjeruesit. Edhe këtu besoj se xhamat, është një pikë shumë e rëndësishme për me këtu, për ata i cili shtron iftar agjeruesit, pra, kush jep ushqim dhe pije për çelur një agjeruesi, ka të njëjtin shpërblim me të pa zvoglu shpërblimin e agjeruesit. Kështu ka thonë pejgamberi jon alayhis salam. E pastaj këtu ka një koment në xhamat. Allahu jep shpërblim nga vetja e vet atij që ushqen agjeruesin dhe jo nga shpërblimi i agjeruesit. Këtë spjegime ka ki hadithi pejgamberit alayhis salam. Çfarë bën Zoti xhamat? Nga bujaria e madhe që ka për ti si agjerues, që shtron pra iftar, ta jep shpërblimi nga vetë agjeruesit që e ki thirrti në iftar. Kjo është ajo bujaria më e madhe që ka për Allahu për robën e vet besimtar agjerues. Dashur xhamat, edhe një pikë tjetër që duhet ta përmendi përderisa jemi në pritje të Ramazanit. Fali besimtarët që të falë ti Zoti. A thu xhamat, sa do të ishte në rregull për mua dhe për ti? Po e presim muajin e agjerimit, muajin e faljes nga ana e Allahut. Dhe kjo sikur prek pak në ndërgjegjen time edhe tënde. Ndërgjegjen e secilit besimtar. Po fillon muaji i Ramazanit, ndërkaq unë nuk jam duke fol me vllavin tem, me kushërinin, me dajën, me hallën, me tezën, me kojshin tem, me katunarin tem. Edhe tani unë po ninoj tanë ditën për marrë shembull vetën, edhe ti merre shembull vetën xhamat, po ninoj tanë ditën dhe po ulemi në sofrën e iftarit, po ulemi në tavolinë. A kur pejgamberi jon alayhis salam ka thonë agjeruesit pra nuk i kthehet mbrapsht ajo dua në sofrën e tij të iftarit. Kështu është me kuptim kia hadithi pejgamberit jon alayhis salam. Dhe xhamat pastaj ne ngritim duart. Çka me bë me vllavin si jam të fol? A kjo në rregull xhamat? Me prit Ramazanin, me farefisin, me familjarin tem, i kam mbill dyrt xhamat, i kam mbill dyrt dhe pastaj o Zot, falë mu në rregull, falë antarën e familjes, kur të më shkoj menja te vllavi, te kushërini, te daja, te halla, te tezja, me këto jam jellnosht. A dhe xhamat, a ka një shkëputje tani më po them, ajo lidhja shpirtërore mes meje edhe një antarit familjes, mes tije edhe një shokët edhe një kojshis, ka muaji i Ramazanit, unë nuk jam duke fol. Edhe qish me abandi, qish me hik mu si foli ati, kur ti në xhami, ku ka nas puna që tu po dalë që atje, kur dhejë bajrami, mës me shku bajram me i ba, se une, a pedini, e jo ti si e une, ti si e gjemot shumë, me keqarje po thamë, nëse e me ndonë se une jam edhe gabimi kije. Kështu gjemot, ta marim shembull e Zoti Omerin. Ta marim shembull e Zoti Omerin xhamon. Drejtësia e tij, butësia e tij, me gjitha ato tortura, me gjitha ato që i ka kalu, përsëri pra ishte i gatshëm i fal pra njerëzit. Kur ka ardhur nata e 27, ose prit të çash natën e 27, po pritën natën e parë kur do dalim me fal namazin e Taravis. Zoti Omeri kur vinte nata e Kadrit, a çu në kam, ka thonë, i kam falë gjithë njerëzit, dhe pastaj ka thonë, o Zot, ti e falës, e do në faljen më falë mu. E ka bon këtë do që e ka mësu ata pra pejgamberi jon alayhis salam, e në ka mësu edhe neve. Prandaj xhamot, edhe një përgatitje shpirtërore mes vëllezërve në besimtar në këtë rast.
Nuk është në rregull, absolut. Nuk është në rregull, une me ninu, ama nuk jam të fol me një familjarin tem. Nuk jam të fol me kojshin. Unë nuk e besoj që aje lista jona është e gatë, edhe me filonin, me filonin, se kisë më pëlqen, kja që edhe kërejt të i përshkru filoni si duhet më kanë. Atëherë din piti e une si kanë këshna, Jo, gabim a gjemot, gabim valla billa, po duesh përgatitesh edhe në këtë kanë që me fillimin e muajit Ramazan gjemot, me i shtri dorën mikut tanë, me i shtri dorën parefisit e familjarit e kujshis, dhe me i thonë, selamu alejkum, e me auru, e me aqu një pacet hurma, e me thirë një iftar, e me shku një iftar, me fjallë qera gjemot, me prit muajin e Ramazanit dlaznum me zvete. E kur jemi në dlaznu me zvete, pastaj edhe ke drejt, kështu po thamë, ke drejt morale, mi ngrit durët me thonë, o Zot, ti e falës, më falë mu. O Zot, ti e falës, më falë mu. Prandaj xhamat, si zakonisht, kur vjen muaji i Ramazanit, kemi një aktivitet edhe më të gjallë, pra edhe në xhamin tonë, si gjitha xhami tjera, në këtë rast, në këtë muaj, I kemi edhe xhallarët të cilët të jenë ndihmës të tonë, me rend po I përmendi molla Velidit, molla Ihanin, edhe molla Alit, dhe do të jemi të katërt së bashku në shërbim pra të xhamatit, në shërbimin e juaj. Do të ketë ligjërat para namazit të taravive, edhe do të ketë ligjërat pasi ta falim namazin e iqinis. Gjithashtu do të lexojmë xhamat edhe mukabele para namazit sabahit, para namazit drekës edhe para namazit I qinis. Prandaj xhamat, besoj se keni kohë me dal me lexu, me ngu pra mukabele përderisa na do të lexojmë këtu para juve. Kemi bën gjithashtu xhamat edhe atë përgatitjen me xhamin. Një xhamati jon ka marrë përsipër e ka pastru kej xhamin. Pastaj kemi edhe di klima në podrom, e kemi bën pra për gratë tona, për nanët e motrat e tona, edhe ashtu di xhamati kanë paguajt di klima, me fjalë qera, përgatitja teknike, ana teknike, gjithçka është në rregull. 30 minuta, nisim I fal taravit pasi thirrë namazi I yatsis. Kujdes këtu se disa e lajnë se mos na bëjë doni lëshim me namazin e akşamit. Me namazin e akşamit këshire ati takvimin pikur fillon pra akşamit deri në vaktin e yatsis. Mos u lidh me yatsin e 30 minuta se ka pas rast vitin e kalum I ka kalu namazi e akşamit tu prit se na ka edhe 30 minuta vakt. Ti duhesh me bën dallimin namazi e akşamit deri me yatsin. Kur thirë namazi I yatsis, edhe 30 minuta pas, nisim I falim namazin e taravis. Edhe një sen xhamat po du me përmend këtu, kur jemi të namazi I taravis. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: vërtet kush falet me imam, derisa ta mbarojë namazin, I shënohet se kur t'jetë falur tër natën. Kushdo pra që fal me imam namazin e yatsis, edhe taravis, derisa ta mbaroj pra imami, I shkëruat ati sikur mu pasfal të natën. Dhe këtu kemi po them një lëshim, ose nga mos kujdesi, ose nga mos kuptuarit e një besimtari. Me faljen e 8 recatave, shohim disa dalin. Ka dikush arsye, për shembull, ka një rast urgjent runa Zot. 8 recat ka dal, ka një rast urgjent, kjo është shumë normale. Qetri mund me pas një problem, problem shëndeti me abdesin apo diçka tjetër. Po kjo mundet me ndodh një herë, 2 herë, një rast urgjent. Mirë po me bën shprehi, me dal mas 8 recat, kjo nuk ka në rregull. Kjo nuk ka praktikon këtë hadith pejgamberit ton alayhis salam. Nga farzi deri me faljen e vitrit, ti shkruat sevap sikur ke fal tan natën namaz. Kushdo që e hum këtë vlerë, këtë sevap, dhe mas 8 recat nuk e ka këtë sevap xhamat.
Nuk e ka këtë sevap. Prandaj xhamat, me që janë ditë numërume, mos u ban tepër neglizhent mas 8 recat. Me vetë që thanë për shembull që po del një natë. E pse po del, ai ka me thonë se di. E disa bajat del me thonë se di, veç jam të dalë, që është po kujti e ka marrë shprehi, po dal, ama nuk jam të ditë pse po dal. E ndëgjoj pra këtë hadith pejgamberit tonë alayhis salam, kur thotë kush falet me imamin derisa ta mbarojë namazin, i shënohet sikur të jetë falur tan natën. Këtë hadith pra e ke nga ana e pejgamberit tonë alayhis salam që ti ta kuptosh pra se fillojmë pra me farzin, fillojmë pra me sinatën fakt, pastaj me farzin e yacisë deri me vitrin, edhe ti inshallah ka me të shkruajt sevap sikur ke fal tan natën. Këtë për fund xhamat, lutim Allahun e manushëm që Zoti neve të na jap shëndetin, na jap të mirën këtë muaj të Ramazanit, na jap durimin, gjitha ato që na ka mundsu që ta shfrytëzojmë maksimum këtë muaj të Ramazanit. Jo rastësisht mendoje unë edhe ti xhamat, ndoshta kie muaj Ramazanit tash muaji jam i fundit edhe joti. Kështu, ndoshta që ki Ramazan as ka më kon muaji i fundit dhe ti mundohu pran maksimum me bën gara për të mirë edhe me dalin inshallah fitimtar ditën kur do të bijmë me fal namazën e Bayramit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.